Vëllezër, motra, mos i marrni gajlën e dunjës, apo mos i mirni dunjën mbi kokat e juve. Se Allah subhanahu wa taala e ka bërë që të jetë nën kam të juve. Mos u mërzit dhe mos u piklla, pa ma parasysh çfarë do sprove që të kesh. Për shkak se Allah subhanahu wa taala thotë, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Mos e harrojmë Musajin alayhis salatu wassalam, ishte bebe i vogël, në kulmin e dobësisë, Allah subhanahu wa taala e shpëtoi. Edhe pse e lërshuan në deti, për këtë vllavi im, motra ime, mendo mirë për Allahun tënd, për shkak se Musa alayhis salatu wassalam ishte fëmijë, ishte bebe i vogël, lirek, dhe nuk e fundos në deti, edhe pse ishte në kulmin e dobësisë, kurse Allah subhanahu wa taala fundosi Firaunin në fund të detit, edhe pse ishte në kulmin e fuqisë.